Bu CHI podcast. Pra më në fund u bëri dhe snalë. Snalë ai Lulzim Basha, nuk e di do. Ka hall se mos i marrim hapësirën publike që gjithë ato vëmendjen e publikut. Pse ma hape me idhullin tim? Hati, Pse? Ai ka filluar prapë, për sa i fuqishëm tani ka filluar po merr njerëz të rinj, janë njerëz që japin intervista të paanshëm, thon të pak. Patjetër. Është shumë e çuditshme plak, domethënë në rastin e Bashës, në rastin e 99% të tyre nuk duhet të ndodhte kjo gjë, domethënë është kështu si e pa konceptueshme si gjë që ju duhet të kthehej jo plak, shumë qesharake si gjë domethënë, është e trisht. Pse sa bën mos ta bësi Krishti? Iku ja 3 muaj, në krye 3 muajve do kthehet prapë. Po më Krishti të paktën bënte ca gjëra, jo kthente ujë në verë, shpërndante peshq palas. Në fakt edhe me Krishtin kam sa qef mbetje me punën e shpërndarjes së peshkut. Pse më? Po se shumë komunistë si gjë, tash vetëm peshk. Ti e bën që e bën ndryshojnë çik dorën tash. Po tash ai peshk ishte pritet, është vështirë të shpërndash qingja, se peshku aq është. Po mirë, mund të ketë njerëz që sa han peshkun për shembull, tash çfarë bëjnë ata? Po tash në të mirët ai me njerëz që kanë alergji nga peshku, pastaj fillojnë me alergji nga lajthit, e ke parasysh tani, ata njerëz pastaj janë të destinuar mos të ajo është natyra që thotë që ti duhet të ngordhësh. Edhe kjo që ndron, po tash imagjino se kjo rikthimi i dytë i Krishtit është kështu, që në çdo epokë do vi Krishti për herë të dytë. Imagjino të vi tash sa vegan ka, sa vegetarian ka, domethënë çfarë lloje soi që janë, se tash sa vinë dhe shtojnë këta. Mendo të vi Krishti dhe t'i jap një gjell të gjithëve. Nuk do asnjëri, jo, dy vetë do han vetëm. Po shumë ata të tjerë do digjen në ferr. E kemi zgjidhjen. Kjo është zgjidhja domethënë, ose do hash peshkun ose do digjesh në ferr. Ose peshkun peshkun, po thjesht nga një tjetër anë. Peshkun ha gjithsesi domethënë. Peshkun brenda e ke domethënë, ideja është se si. Asa u bëm të pistë shumë shpejt. U bëm të pistë shumë shpejt. Zoja dhe zotrin, po dale të bëj prezantimin e dale. Me mua, kush unë nuk i interesoj asnjëriu. Ma leta që... Po shihim ma prishe hyrin tash. Unë sa dhe thosha njerëz që ja me qishim te Krishti, u plotësua trinia e besi Andi podcast. Dhe ti vjen emër të atit të birë, ti e shpirti i shenjtë, domethënë. Shpirti jam unë. Ose i pa shenjtë. Gjithsesi. I ati është dhe nea, i biri ishte Andi dhe ti tani je shpirti. Në nderon me këto cilësime. Po normalisht. Takon. Gjithsesi, përderisa nuk të bën ai me Krishtin, me që pas ke bif me Krishtin, domethënë më kam një bif. Jo, po shumë mirë, po obes faleminderit që erdhe, faleminderit që jete kohën. Po shtua. Ç'a bën? Si e? Erofsh ti për ftesën. Mirë, ja, ndër punëra, po duke nxjerr jetesën, duke nxjerr bukën e gojës. Ka çaj kalamaj, s'ke çati best, ç'do doam bukë. Po tash ç'të bëj. Edhe han shumë tash jeta, se përpara nuk hanin shumë, tani han shumë. Po han se ka diversitet tash ka shumë. Po tani duan kështu midhje, tani kaviar, lejs me limon. Po ja sa të dalin këto ushqimet alternative që do han vetëm kështu brum karkaleci çfarë këto. Karkaleci të tokës, nga ato të tokës, jo të detit. Kështu që do bëjnë këto me kështu me që do zvendësohet mishi, do zvendësohet peshku, çfarë këto me. I beson ti këto bes? Po i besoj në kuptimin që përdesa i ka blerë Bill Gates këto të drejtat e tyre, të drejtas. Nuk besoj. Ç'a Billy është ai? Billy Porter. Po ka blerë kështu në Amerikë, tash kishte blerë kështu një përqindje të madhe të tokave të punueshme dhe të mbjellshme. Kështu që një plan e ka dhe ai. Këta janë të frikshëm ta që me kështu me ajtira me gjëra plak. Kupton se ta shumica e tyre nërës që nuk i ka dashur shumë njeri, domethënë tani fillojnë blejnë gjysmën, i heqin, nuk i mbjellin më fare, i bëjnë gjëra. Janë nxjerrin natin botës. Ja nxjerrin natin. Kështu që mos bullizoni këta njerëz që nuk i dihet nesër pas nesër ç'a të bën. Se do ngelemi pa ngrënë mishove, pa jo për gjëra. Ç'a ti bën? Ai është fatkeqësia më e madhe sidomos për shqiptarët. Sidomos për gjithë atë gadishullin e Tiranës. Ashtu ka njerëz si gadishull ka. Po sidomos për mua, se unë jam mish ngrënë si mat në fakt. Ja, same. Po. Po tash mish ngrënë si mash.
ai tregojnë pleqt, tregojnë kur ka një Strauss që ka qenë një ambasador atëherë në kohën e komunizmit, i çojnë ta kështu një qenj në hell. Edhe sa i filloi po andaj tha vetëm ha mish, ta vetëm mish po ne tha, oj tha ta më na gjë nga këto tha. Ne ta vaturin. Edhe dituria e këtij njeriu, Strauss ishte që i kishte thënë këtyre plebejve domethënë që këtë gjën e ka ngrënë ajo gjëja që unë do ha, kështu që ja kanë nxjerrë më të mirat nga ajo. Sa për paça ka bëj Gjermani Allah. Po mos edhe ajo me lepurin dhe me shqiponjën që lepuri ha bare dhe jeton 3 vjet sa jeton ku diun, sa jeton lepuri. Kurse shqiponja mishë dhe jeton 100 vjet. Po që nuk konvertohen në vite njerëzore, këto se kemi metabolizme të ndryshme dhe ndërtim të ndryshëm nga. Ajo ja vlen të diskutohet, se është për njerëz, unë kam provuar 2 herë atë karnivorën, thjesht nuk e mbaj dot për shkakun se kemi mësuar edhe një me shumë gjëra të ndryshme, domethënë që nga fëmijëria, domethënë si të duket është vetëm një gjë gjatë gjithë kohës. Por që efektet plak tek unë minimumi ka pasur fantastike, sidomos për gjithë ato që premtohen në fillim, domethënë me pjesën një dhimbje koska, dhimbje kurizi, domethënë të liron fare ose to. Mirë, shiko, e shesin edhe një çift sikur është kështu, se të gjithë kështu dalin, domethënë del karnivori thotë dieta karnivore të shpëton nga çdo lloj kanceri, nga çdo lloj sëmundje. Dalin këta të tjerë të veganizmit. Jo kancerin, jo tash se ashtu futemi ikim tomor. Ikim tomor, ham na një qenj për ditë, pastaj jemi rregull, nuk ka gjë e keqe po. Jo, po që unë mendoj që ka më pak detoks burrë, thonë gjitha pesticide ama në besë gjithë hormone që rabdalliqe ke parasysh. Jo se te kafshët s'ka, e kupton, po që prap. Varet ku e merr mishin, varet. Ku e merr mishin? Po nuk ka sapo ku do ta marr. Nuk ka ndonjë lidhje të madhe. Do t'i bëjmë reklam, s'na ka dhënë lek, mirë, s'ka gjë. Mi do ishte të bënim kështu gjuhë ti për shembull, ajo është që ta vrasësh, jo, domethënë të vrasësh atë që ha. Ta vrasësh atë që ha. Gjuhë ti kur mbjell qep për shembull. Po kur i nxjerr që ju shkon një fshihesh kështu në mes të natës, i nxjerr nga rrënjët pa e ditur ato, ndoshta mund të quhet. Edhe merr hakun qepa si Bill Gates që të bën të qash pastaj. Jo, edhe pastaj bën kështu ushqime alternative, bën mish me qeliza staminale, çfarë janë ato gjëra tash. Po, imagjino të bëj qep që të bërthasësh në vend që të qash. Që pastaj shkotesh. Pa lidhje. Po, tash duhen sa opsione të tjera. Si më duket obes. Sa mendon ti se sa mendon se nga dëgjuesit e mi për shembull se kanë idenë se kush je? Se unë nuk mendoj se kanë një. Se shumica e tyre që kanë ardhur nga Juve. Po, shiko mua nuk më njeh njeriu. Unë se di pse e bën këtë pyetje në këtë moment. Mjeshtrat. Po si do e prezantoje ti veten? Se unë të jo vetëm në prizmin për shembull të komedianit, edhe muzikant, le themi deri diku. Tash edhe komedian është çik fjalë e madhe për të thënë. Domethënë nuk e ndjej veten dot aq të aftë edhe aq të plotësuar apo që kanë bërë aq gjëra, se këtë fjalën gjëra është çik si kot, po këtë kemi. Domethënë nuk kanë bërë aq gjëra saqë ta quaj veten komedian. Domethënë të paktën duhet të kisha bërë një 2 ose 3 kështu stand-up speciale, siç po, domethënë zyrtare që të jenë tamam, jo se bola 2-3 herë në një lokale dhe u quajta komedian direkt, domethënë. Po më shikoj, ajo është petitimi publikut, nëse njerëzit do kanë pëlqyer domethënë për atë material që ke pasur, ata kanë kaluar një kohë të mirë domethënë, edhe kanë vajtur për komedi, kanë marrë komedi, ata më rregull janë me veten. Po mirë, mos e shiko, tash edhe ta them se do jemi ne të dy ta them. Në majtë një mali. Prit se do dalë diku, mos e paraqiko këtë që po them. Jemi ne të dy në majtë një mali. Edhe duke ecur rrezohesh ti. Rrezohesh edhe thyen dorën larg qoftore, nuk do ndodh vërtet. Edhe tash unë marr këto ç'kemi parë dhe ç'kemi dëgjuar nëpër filma, ajo e lidh me një shkop. Heq atë lëvorën e pemës, e bëj silitar të lidh dorën. Po kjo s'po bën doktor mua. Shiku dola. Oh, si ça bën ai s'të bën doktor, po shiko, po ideja është që universi jot është për momentin imediat ja që ti ke.
Edhe për bakteriet e zorës tënde ti e universi, nuk është Marsi me Neptunin, kështu që në atë moment ishe doktori, valla do s'do ti. Po mirë, shiko, isha ai që bëri ndërhyrjen e parë, po edhe që të Pse quhesh që ka dalë doktori i parë? Pse ça? Shpiku penicilinin ai direkt, ça doli nditi, ça do bëjmë sot çuna? Jo, mo doktori i parë ka bërë kështu tortura të frikshme në njerëzim, ka vrarë dynjan, që ka bërë eksperimente, derisa ka gjetur se das funksionon ka kjo, siç i bënin atëherë që ju hiqnin syrin për të shëruar gripin. Derisa e mori veçore nuk hiqet syri për gripin. Po digjeti? Ti digje, pëtet ai nga ata, po mbasi ka hekur gripi vërtet atyre. Ata nuk janë gjallë të marrin difesin. Po mirë, atë nuk fokusohet te gripi, fokusohesh në te syri pastaj, po që. Nuk e quaj dot veten komedian, nuk. Domethënë kam përshtypjen njeriu duhet jo të bëj shkollë, se kjo të bëri të shkollës është çik shumë klishe. Bëj shkollë komedie. How to be funny. Po duhet kaloj njeriu ca hall kanë jetë që ta meritoj të quajturit komedian apo çfarë lloj profesioni tjetër. Po ti këto Okej, Barack Obama, faleminderit. Kjo ishte një pyetje që doja të bëja, domethënë, se dua të më shpjegosh një çka ato gjërat e tjera që bën, po më jemi te komedia, të ndalemi një çik një moment. Në çfarë periudhe je plak kështu shpirtërisht ose komedikisht për momentin që ke diçka të përgatitur ose ke diçka në të ardhmen gati për të do ta rivizitoje përsëri, domethënë si e ndjen? Po, i rrotullojmë atij stand-upit kështu, domethënë unë stand-upin kam si zhanër të preferuar edhe kryesor të humorit, domethënë ajo më duket maja e zeniti i humorit. Ajo është maja, po. Po, domethënë nga që jo me punra dhe me gjëra nuk fokusohem dot plotësisht në. Ora, apropo puna se ja fut koti me këtë modestinë, se më fiksove fare mua. Po është modesti ose ashtu vajto. Po se me modesti është, mos ja fut kot tash se më doli nga mendja një moment Armiku Popullit, pavarësisht se është platformë deri themi diku në krahasim me të tjerat kështu interaktive, domethënë se të jep shumë gjërat. Ajo që bën ti, aty klasifikohet si komedi. Ajo mjeshtëria e sarkazmit së përditshme, domethënë duke bër diçka, duke përzierë me atë banalitetin e jetës së përditshme. Është shumë e vështirë për të bërë apo? Po bie dakord me ty në këtë pikë, po thash shumë e vështirë. Secili ka një aftësi të vetë. Më mirë se ti mund ta kesh edhe talent deri diku dhe pastaj duke kaluar, duke e përdorur, duke punuar, domethënë të është bërë në atë lloj mënyre tash që ke arritur në atë nivel, domethënë se duket që hëma se tani unë të e bëj, e kupton thjesht vetë atje dhe fillojmë bëjmë ato gjërat. Po jo, këtë Armikun e bëjmë vërtet, e bëjmë me qef akoma, nuk më shtyr akoma. Fantastike. Edhe faleminderoj. Atë djalin tjetër vetëm nga zëri e njoh, që kemi njohur që kur kemi qenë klasë 7, nuk e di, në ato videot atëherë. Nga çmendina. Edhe pastaj i rezin, atë djalin tjetër që ishte më përpara nuk e kam pas njohur aty, kam atë Roshi si ka. Po shumë interesant ishte ai, po do ta them më pëlqen më shumë profesori. Pavarësisht se kur i eci në fillim ishte pak kështu si në ngërç, po tash është flak fare. Tash është flak fare. Domethënë kishte pa përvojë, pa. Ora nga është ai? Po me origjinë më duket se është nga Përmeti. Nga Përmeti. Me origjinë nga ata që ka gjyshrit, ka se vetë në Tiranë sikur ka lindur. Jo, bën përshtypjen se seksin e ka komplet si ne, plak, si nga Berati. E ke parasysh nuk i ka ato gjërat që përdorni ju në Tiranë, domethënë ato fjalë të shkurtra që edhe unë i përdor ndonjëherë edhe pse si kam të mia, ti kam nga shoqëria, për shembull, ai si ka fare, bën përshtypje prandaj. Po më thënë, s'mund t'i përdor në televizion tash ato se është çik ka rregulla. Se ai, po çale, ai fjalë nga jugu përdor gjithkohës. Përdor. Po ai përdor shumë për çep, paqen kështu nga këthe nga Përmeti sigurisht me. Era bosse na Berati se si pe. Ka tash për me, unë ku njerëzit nuk e di kur i bie Përmeti, vetëm klarinetën atëre nuk e di çfarë kanë dëgjuar. Kanë edhe klarinetën edhe këto pijet me kështu me dollira. Po. Më se kjo e dollira tash kemi skraparin aty afër për të limetën. Ko tash i di. Po, kompleto skrapar Përmeti çfarë janë ato të fikin derën me dollira. Unë s'kam rastisur ndonjëherë në fakt në ndonjë event dollish. Jam që kurioz, edhe me frikë. Ku do bëjmë dasëm ne? Po, me të dasëm. Do bëjmë dollish. Domethënë, se dita shi sa
ekzistojnë apo jo akoma këto që është Dolly Bashi edhe që janë kështu me Ore, nuk e di se me Ahmad aty një përshtypje si njëri që nuk merresh shumë me këto social media, domethënë edhe që nuk i ke shumë njerëz të merresh me to, po ka vënë për TikTok nga që futem gjatë kohës se ti jam çik interaktiv për ato video të shkurtra. Ke disa kanë filluar plak edhe çuna të rinj, 18 vjeç, 17 vjeç me ISO, me gjëra, me Dolly, domethënë i nxjerrin. Edhe këta që i bëjnë video, ca i bëjnë video si ato mamat që i bëjnë video djalit, të tjerë i bëjnë si është një këngë për shkakun që është shumë e vjetër edhe kur i bëhet qefi që këndon të rinj dhe e nxjerrin kështu. Domethënë është gjë e bukur vërtet, ka filluar. Po pas kanë dalë mua ato video kështu. S'ka ti dërgon like, çallë këtë. Dërgoj 2 unë pastaj një javë vetëm ato do të dalin. Po ku janë në TikTok apo në Instagram, ku janë më shumë? Në TikTok janë më shumë normalisht. Në TikTok si shqiptarët ato janë. Në TikTok ka cica edhe kështu me ato Dolly. Po tash gjua vetë atje ku thën dhëmbi thaj, kështu që. Jo, problematikat e shoqërisë. Problematika e shoqërisë. Ju e keni bërë eksperimentit me cicat edhe ju ka funksionuar, kështu që ore, po këto të tjerat, okay, nëse dia si quhet kjo pozicioni që keti te emisioni, si quheni ju? Jeni ç'a jeni ju? Skenarist edhe folës, ku diun? Folës. Dhe unë nuk e di, ma mendja se më ta kem dëgjuar shumica normalisht, se unë e kam shpërndaj edhe her pas here gjithmonë se më pëlqen goxha, domethënë, por që shiko, pa të bërë qefin edhe, po e heqim atë pjesën që bën ti, vetëm ata që bën ata të tjerë, domethënë është goxha interesante plak. Më pëlqen ajo sarkazm, ajo therja, kështu ajo tallja domethënë me këto budalliqe që kemi ne me të gjitha ato jo dhëmje politike. Pastaj ai ka pastaj kur fillon të merret disa probleme të mëdha botërore për shkakun që i prek 2-3 sekonda që ky tha këtë, po kishte thënë atë përpara që ja futi kot. Është më pëlqejnë zakonisht programe që të bëjnë të mendohesh çik vet. Ti rrofsh, faleminderit. Përpiqen, në çfarë të bëndesh. Po bukur. Okej. E tham komedinë e përmendëm, emisionin e përmendëm. Njëri më ka thënë, ai më pafshi. Njëri ka thënë që ti bie daullës valla. Po, daullëxhi. Domethënë daullëxhi Ramazan. Domethënë Bayrami. Për daullëxhia pranoj vetë se kam goxha vite që merrem, prap jam shumë mbrapa se ç'mund të isha, se kam bërë shumë praktik. Po kam goxha vite që merrem, kam qenë në gjimnaz, më duket e fillova. E kam patur pasion që kur isha shumë i vogël. Gjendallë gjimnasti, gjendallë në gjimnasti, çajni në aristokrat. E gjeta në Korçë, se kishim pallat kulture në Korçë, qyteti i kulturës Korça. Ne komunistët e drejtit. Edhe aty kishim daullë, aty e fillova. Po daullës pse i thon bateri? Nuk mund të karikosh asnjë gjë më. Po kam përshtypjen që vjen nga kjo e ushtrisë, se bateri quhej këto ndarjet në grupe apo jo garnizone shumë e madhe, po bateri quhen këto gjëra të ushtrisë. Ushtarët që rreshtohen që bëhen kështu në copëza. Bateri. Po ata që bëhen bashkë me mikrovalta si kod. Bateria telefonit olla, bateria. Ore, kemi nga ushtria, po le tash, këta ushtarët mbanin daullë atëre që të tremnin armikun. Daullë olla. Po, daullëxhi. Edhe daullë se në fakt mund të jetë turke si fjalë se kam iden. Çka fillon tash lehtë që na bësi jazxhi kështu këtë mella. Po pse të gjitha turqja, pse mos janë tonat? Po daullë ku do të më vjen si fjalë tupan. Tupana është më e lezetshme. Potato. Jo, po daullë tupana është shumë ndryshe tash që plus se këta të Kosovës i përdorin fjalë shqipe goxha më mirë se ne, si po jemi. Ore tupana ato që i bie kështu bum. Po edhe baterisë tupana i thon ata. A se di unë, nuk çdo gjë tupana kanë. Tupana, po i re është tupan. Po kur i fryn është fyll, çdo gjë. Po festival gajde. Po gajde është kështu e burr. Backpipe. Po. Ajo që na e kanë marrë skocezët. Na kanë marrë skocezët më. Po bravo. E kanë zhvilluar shumë më shumë se ne, po na e kanë marrë. Ne kanë marrë, po ashtu, se ashtu i thon ata atje, atë Albany, Sor Alba, ashtu, Skocia në gjuhën Gaelic ashtu quhet. Kështu janë shqiptar ata.
Ja që dona ta shqiptar. Normal. Sazanguri do ishte shumë krenar për mua tash. Ai përshëndesim Sazanin. Për Sazanin. Lan kokën e namit. Ore. Gjëra gjë tash. Më thuaj. Edhe tani si baterin që i bie je pjesë e grupit, i bie vetëm, i bie para se të lësh gjumë, më pëlqen se ke. Po, edhe vetëm i bie, po ralli bie vetëm. E nuk të shion vetëm. e do Robin që shoqërin. Po, jo, po Louis C.K. ka thënë më mirë ti biesh vetëm se sa ti biesh me të tjerë. Po, edhe pasi ndodhen ato që ndodhen, tha merr lej para se ti biesh, por edhe po morë lej. Mos i bie. Jo. Po që të kthehemi te muzika, domethënë. Se për të parat po flisni njerëz. Po pra. Jo, unë tani jam në dy grupe, me Loz luaj me Aten edhe me Syrgjyn. Po si oligark, edhe me PD dhe me PS-n. Po tash normale duhen mbajtur mirë mohabet nga të gjitha anët. Po. Edhe me ata, po të shtyn shumë kur je në grup, ke shumë shtys për të marrë me muzikë edhe me gjëra. Se kur je vetë sado sikur mërzitesh një çik. Çfarë muzikë konsimon ti personalisht, përveç kësaj që bën vetë, që luan vetë, domethënë për veten tënde, për shefin tënd, çfarë muzikë dëgjon? Po unë dëgjoj pak klasike, kot me këta që direkt dalin në klasike. Unë kur flej gjumë dëgjoj Moonlight Sonata të Beethoven. Më bën të ndihem vetë. Zakonisht i metalit jam. I metalit. Shumë rrallë ndryshoj, mund të dëgjoj nikel, duro alumin, çuçi ke? Mo këto kështu metalet e forta. Heavy metal apo kështu death metal. Në blues, në një nga ato jazzrat e pranueshme që janë çik me ritmik. Këto jazzrat janë kështu si që do shumë nerva dhe mend ti kuptosh, këto nuk si u futem dot aq thellë. Ora, unë nuk jam i asaj shije, domethënë që të filloj ta kërkoj vetë, por kur më del i dëgjojnë edhe këto heavy metal për shembull e pranueshme është drejt diku, metal është e shijueshme madje. Unë kur kam te projekti i tretë që kam pasur, kam punuar bashkë me inxhinier, që ai dëgjonte vetëm death metal. Edhe kur korrigjonte faturat ai, nga që donte të fokusoj, kishte një nga ato JBL, si ata kalamajt 15 vjeçar, domethënë e vinë te kontenier atje dhe ja fuzat saj. Ato plakon dale ekzorcizmi vëllai, na sjellësh në këtu. Ajo që duhet të vriten çik veshin me këto gjëra, se edhe unë në fillim të dethin nuk e konsideroj fare, domethënë këto janë kështu gjëra kot, nuk ka lidhje me mua. Po pastaj me kalimin e kohës u poqa në atmosferën death. Çdo ditë më shumë largohesh nga Krishti. E morën vesh, s'ka problem. Megjithëse weirdly enough kam dëgjuar shumë këngë heavy metal, domethënë që flasin kështu për religion në kuptimin e mirë, domethënë. Po, janë këto që janë metali kristian. Po. Që s'ka pik kuptimi, po, hajde. Ama po nuk bëndo si keq edhe të këndosh ai më do mua edhe unë kam në zemrën time ka vend vetëm për Jezusin edhe të kërcas bateria dhe kitara kështu me distortion edhe me. Ja, po ti e gjykuesi u tash. Pse mos e kërcasi bateria? Po se nuk kërcet me atë lloj teksti, jo tash ç'është kjo shpirti im është i lirë nga ato gjëra kështu. Por po Zoti është kudo valla. Zoti është metal, Zoti është në ameno, është në aleluja. Në metal mund të jetë, po është që e kundërshton këto rregullat e Zotit. Pra ja që klisheja ka të drejtë, ju jeni gjithë sadista. Po klisheja, cila klishe thua ti që jemi në vitet 60-70, domethënë 80 ajo filloi që këto gjithë grupet e metalit ishin devil worshippers, shumë satanistave, po. Po shiko, është puna që kur e kundërshton një gjë, do direkt është puna me partisë, po të shash PD-n të bëjnë socialist, po të shash PS-n të bëjnë demokrat. Domethënë se ti e kundër diçka nuk do të thotë që je patjetër me atë krahun tjetër. Po mirë, po unë s'kam dëgjuar ndonjëherë që çani në këngët metal të shahet djalli, përveç këtyre Christian metal. Po djalli nuk ka vënë jo, po djalli nuk është ka caktuar në një ligj se si duhet të jetosh. Prandaj nuk e shan njeri, se për djalli nuk i plas njeriu, se nuk të vjen djalli të thotë ose më beso mua ose do digjesh në zjarr, gjëra të tilla.
djalli thjesht ekziston, nuk ekziston normalisht. Përderisa se ekziston Zoti, nuk ekziston as djalli. The ekziston tash. Le. Po jo, domethënë ekziston në mendjet tona, thjesht si qenie që duhet ta kemi frikë. Po ma po ta mendosh mirë, nuk ka asnjë rregull që thuhet që e ka vënë djalli, që bëje këtë se e thot djalli, ose mos e bëj këtë se e thot djalli. Po është antirregulli, është yangu. Po pra, po djalli nuk ka satanaj, domethënë i bie që nuk ka pikë. Çfarë fjalë është? Tendenci në iqiri. Po nuk ka asnjë ndikim në jetën tona, domethënë me rregulla apo me qëndrime. Kurse Zoti s'të lera ti jetosh, bëj këtë, bëj atë, mos bëj këtë, mos bëj atë. Tash i dalë se kemi edhe punë të tjera, nuk jemi gjithkohës me rregulla. Gjithmonë kohë për Zotin. Do të gjetë gjithmonë kohë. Po pra se me që ai nuk harroi të na zgjojë në mëngjes, ne nuk duhet të harrojmë ta zgjojmë në darkë. Po pse jo? Në fakt ashtu marrëdhënie është. Ore, do të i vemi s'na hartur, atë zgjojnë mëngjes ai, do i bësh, edhe s'na i lekë, kupton, na i gjë, kupton, na i prif, do sakrifikosh në një fëmijë të priftërinë, se do shfryet ai shkreti, ku do ta gjej. Drejtë se po punojnë lodhen. Lodhen. Është ai gjithaj dumi, gjithaj volumi që mblidhet atje. Ku më mirë se sa një dialog. Të kuptoj shumë mirë. Ore, po ti çfarë bën jetë? Ore, lere me mua merresh ti. Me çu merrem? Unë tani kam zbritur nga qielli. Unë isha e takova një lart, tani po merrem me ty që na ke dalë nga udhë e Zotit që i bie baterisë me këngët e djallit, po riteshi. Ta konsumojmë në qytet, se unë i kam vërtet shumë për zemër prezantimet dhe shpalotin e karakterit. Ja, i thamë, i bie bateristën, thëmë dy grupe, formoni këngët tuaja. Unë kam dëgjuar disa, domethënë, po është pak e vështirë për mua që të them që më pëlqejnë. Nuk kam eksperiencën as le të themi, nuk kam kapacitetin për ta vlerësuar, kështu që. Ora thjesht të pëlqejnë, pse do të kesh kapacitet, është çështje shihesh. Jo, po 1-2-3 për shembull nuk ka gjë, mund të dëgjoj, por që nuk është se kam bërë ndonjë playlist. Këtu aty do të ndalem, do ikni ta dëgjoj tash metal. Në zgënjeve këtu më fal. Po. Tash çfarë do bëjmë? E presim s'ka gjë. Po tjetër çfarë bën? Po çfarë nga ana profesionale me këto me skenare në kështu. Tjetër, çfarë s'po them çfarë gjë bën shtëpi, nga ana çfarë bën, domethënë çfarë merresh? Po ja, kështu në për këto bëj edhe nga këto përveç emisioneve televizive, bëj një skenar filmi, nga këta që kanë mundësi t'i bëjnë, domethënë, siç kanë bërë këto skenaret për Ermal Mamaçin për shembull. Shumë mirë. Po nuk e di jam këtu, seriozisht. Po kam bërë aty dy gisht mjalt që ka bërë filmin e dytaj, se i pari ishte femrat. Po. Tash film limonad, ishte komedi kështu e lehtë, pa ndonjë, domethënë nuk është se pati shumë kështu kundërshtime apo sharje apo ku diun që nga na del ky Ermal Mamaçi na bën filma kështu, po lejo të bëj filma sikur po bën ai ndonjë. Domethënë, më sa ajo është kundër, ata thonë që pse po bën këtë bëj e tillë, nëse s'pëlqen ajo aty, bëj vetëm mirë. Po sikur ngeli kinematografia tash te emri i njërit apo te i tjetrit. Domethënë edhe këta që shajnë këta Drilon Hoxha, çfarë janë këta tipat kështu për shembull. Çfarë ke ka Drilon Hoxha? Po i ka filmat që Sharako, po prap le ti bëj shumë mirë, përderisa i arrin ti bëj aty. Ore vëllazëri, ty s'ka njëri që të prodhoi filma. Mirë ai që nga Qesharak, ata që s'janë Qesharaku janë. Pastaj edhe nuk është se kanë ndonjë pretendim, domethënë unë s'kam dëgjuar ndonjë atë Drilonin me që e përmendëm, të dalë të thotë që unë jam filma bërë të më mirë në Shqipëri dhe kështu s'kam dëgjuar të kenë ndonjë pretendim për shembull të. Jo, ma ashtu është i mirë, nuk është i keq, ashtu është i thjeshtë, domethënë. Po ta vëshën për intervista, nuk është se hapet shumë, domethënë. Thjesht mundohesh ta promovoj. Është, ka nuk e di. Mbas e ka ndonjë gjë me Ilmet. Po që gjithsesi filmografia në Shqipëri është dobët. Përveç sa filmave me metrazh të shkurtër që dalin këtu në për këto festivalet e filmave që sikur marrin edhe çmime. Ishte një tani që kishte marrë çmim që sigurisht që e harrova emrin, po që ishte dalë mirë. Shumë ke ti edhe me memorien plak do të hash më shumë bajame, edhe peshk. Po tash ishte edhe mosha, po peshk ja po pres të vijë Jezusit në atë peshk tash çfarë të bëjmë? Me këtë mendje që ke ti, Jezusi as nuk e kthe kokën fare nga ty. Bile edhe kur të vi do zbresi mbi trupin tënd direkt. Na. Ti më the mua atje live.
Por apo se ideja është se mua nuk më pëlqen kjo, domethënë shko. Filmat e atyre domethënë të japin një farë lloj ndjesie të mirë. Unë kam parë nga të filmat e Erman Ramaçi, nuk e di se mbaj mend emrin. Kur më bëj për peshkun. Po të kesh patur ndjesie të mira atë që kam parë unë ke parë për lere. Atë, okay. Atë e kemi parë. Por, çfarë po thoshim? Është një çik sëmundje njerëzore kjo, kur e kupton që merr bën një gjë një njeri, domethënë fillon në mirë sa aty au iu bam bum jo. Edhe kritika duhet, domethënë, po nuk ka një kritik kështu zyrtare të paktën për artin në Shqipëri, se duhet një kritik që të dalë një rob i ditur edhe që ka një uri për to, se për këtë kritikën botërore edhe në fakt i shajnë këtu që jo kritikët s'bëjnë e s'dine. Mirë po, sado e sjellin një çik situatën i japin. Jo, po ka dhe ca absurditete andej, për shembull, nuk ka që janë kritik full time. E kupton, janë kritik restoranti vëlla. E kupton, ai kritikë vetëm ai që bën ai bën atë, ja shkruan atij, ja thot atij që ta nxjerrim këto kështu apo do rregullohemi bashkë. Po pra, po tash ai restoranti duhet të ketë çik frikë kur nxjerr ato lloj pjatash. Të shkosh në restorante këtu për shembull, ka restorante shumë të mira në Shqipëri, por ka edhe restorante skandaloze që e mbajnë veten kështu si kur janë elitare dhe por si bëhet një më fal obes, si bëhet një njeri kritik restoranti full time. Po ha shumë shpesh në për restorante dhe merr vesh nga bardër profesional. Mos u ngopshi. Njerëz në Afrikë s'kan ta hanë, ju ikni në restorant me restorant, ata janë në metro. Po duhet të ketë tash ndonjë kështu. Nga ato cilësimet që është mishi 44 gradë, unë të thash që e doja 43 gradë çfarë janë këto ku diun. Po pse e termometrin në xhep e ka ajella po te ta. Normal atë është. Më imagjino të shikosh sa psikopat mund duket fuvesh termometrin mishin. Shoku paguhesh mirë. Kur merr leka ndryshon puna. Me qira fjalët e lekat tek i sa ti milion jeni për momentin me podcastin. Po shiko se është një çik komplekse. Në Toyota Yaris në ne nuk e bëjmë për lekë, e bëjmë për pasion. Super podcast plako. Edhe vërtet ju përgëzoj. Normalisht siç e kanë thënë dhe çunave ta them dhe ty hapur pasi normalisht ishte edhe personi i parë në fakt nga le të themi figurat publike shqiptare që që kam kontaktuar edhe që më është përgjigjur dhe ke shpërndar Gucci podcast atëherë edhe të falenderoj nga zemra. Po çfarë thua? Domethënë ti ke qenë nga të parët edhe ti që ke filluar podcastin, domethënë në aso kohë se tani ka filluar, më vjen goxha mirë që është futur në Po tash janë bërë shumë, tani janë bërë goxha, domethënë ka material për çfarë lloj gjëje të doj qefi ty. Dhe kjo është gjë e mirë, është ajo gjëja që juve e keni thënë gjithmonë her pas here, domethënë që ka lezet që duhet të nxjerrit volum që të ndash pastaj shapin nga sheqeri që të dalë edhe një çik. Se ka pasur edhe shumë të tjera për shembull që kanë dalë për një farë kohë, për shembull kanë nxjerrë një 3-4 cop, 10 cop, 15 dhe kanë lënë për shembull etj. Po që përgjithësisht është gjë e mirë. Mua më pëlqen më shumë fakti që njerëz normal si puna ime që nuk besoj se kam ndonjë gjë ndryshe nga një pjesë dërmuese e shoqërisë, domethënë me marrim mundimin flasim për gjëra që interesojnë. Jo, është ideja është mos bëj se këto arrogancrat edhe këto që se ne nuk dalim kështu të themi që ne kemi të drejtë edhe pikë. Thjesht japim një mendim ashtu siç me aq trusa kemi, kështu e mendojmë edhe kaq domethënë. Po mendja se ajo është edhe arsyeja për cilën njerëzit dëgjojnë, kurse duan të shikojnë edhe kur bëhet një gabim, edhe se si e mendon, tani gjitha nuk mund të dish. Prandaj do të përzihesh me të gjithë, do të flasësh gjitha, ta shpalosësh një mendimin, e kupton sa saktë ke, sa gabime ke, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Se janë ka pasion filtruar shumë kjo. Po kjo ndryshon nga televizioni në podcast, kam përshtypjen, prandaj edhe podcasti ka ecur kaq shumë si format, se në televizion të gjithë që dalin duhet kështu sikur janë të përkryer edhe ata kanë të drejtë dhe nuk preken edhe më the të tash. Kurse ne të podcastit jemi njerëz të thjeshtë. Ne jemi mirë, ne jemi të mirë. Ata të tjerë. Ne kundër atyre. Si jeni bërë? E ka thënë një herë Andi, po nuk është futur në aq detaje sa do ja. Po unë kisha kohë në fakt se edhe para se ta filloj me Andin që kisha bërë 2 tentativa për podcast, se që kur shikoja Joe Rogan atëherë që në fillim. Domethënë jam bërë me
e kam bërë si bisedë me 2-3 të tjerë, kështu që bëjmë një podcast, po ndër vite domethënë mund të kenë pasur 2-3 vite dhe unë një moment e lash fare si ide se e pash s'po gjeja domethënë as njeriu e duhur, as atmosferën e duhur për s'po ndodhte domethënë. Edhe kot nga hiç u kujtohet Andi një ditë, ore do bëjmë një podcast bashkë në po ti foloj tash, nuk kam. Po ti ku pas ke gjen? Po ne kemi gjithë të kohë që jemi shok bashkë dhe kot, domethënë ai ishte incentivuesi për këtë podcastin ton. Edhe ja do ta bëjmë sot, ta bëjmë nesër, pastaj plasi pandemia. Po, edhe Edhe na nderoj se thamë hajde fillojmë kështu me live Instagrami domethënë që se nuk rinim nuk na lejonte shteti që të rinim bashkë në një studio. Kështu që u desh të siç kam qef të shprehem, domethënë duhet të vdisin ca miliona njerëz që ne të bënim një podcast. Gjë më e bukur. Se do të fertilizohet toka që të mbi bari, normalisht. Jemi ngritur mbi vdekje. Po pra, mbi heshtra, mbi gjak. Edhe pastaj kështu eci pastaj. Bukur, shumë bukur fare. Ishte edhe unë ashtu pak a shumë, nuk kisha kohë që kisha bërë ca regjistrime përpara vet. Kisha bërë solo kështu alla Rand Bill Burr, domethënë, po nuk isha. Kishte ca kështu, mbajmë që ndiri her pas here nga një copë kështu me ato i kam filluar prapë ato të voglat, po përpara se të nisja buçi nuk kam për diçka vetëm në atë lloj formati, me format gjatë domethënë, po nuk e ndjeja vetë, siç e thua ti domethënë, që se ndjen veten aty ku do, nuk të pëlqen edhe nuk e bëra, e stopova për një vit e ca. Pastaj kur doli thjesht me një djalë që jetonim më afër njëri tjetrit atëherë domethënë, mua bëti keq fare domethënë. Ishit dy atëherë. Pikërisht, kur nisëm ishin dy, thjesht njeriu kur i bën 1-2 domethënë e shikon që ka stiklet, ka turp, ka don çik presion, kështu se bie. Domethënë jeni zënë domethënë. Jo, do ishte mirë të ishim zënë. Se të ishim zënë do ishte thjesht nuk i pëlqeu si formati, dukej shumë publike domethënë, nuk i kishte qef atë gjithë ato vëmendje që u kthye të mos ku fillon ato DM-et, komentet për shembull atëre nuk i ngjiste ajo gjë për shembull. Fama është e vështirë, nuk Po fama. Fama po. Na marri murtur nga presidenti, nga Bajrami, Gzor Bajrami. Fama do kurdo. Që plako ndryshime pa fund, që atëherë domethënë më si ka filluar, si eci, si ngeci, si filloi prapë domethënë ndryshim goxha i madh. Edhe shumë të ftuarit si e fillove ti. Me të ftuarit e kam në momentin që në fillim ne u larguam, domethënë që nuk do të bënim më bashkë, më bëra një 2 vete dhe pash që nuk e kisha kapacitetin mjaftueshëm akoma për të bërë atë lloj gjëje dhe në fillim me shok të tjerë, domethënë 2-3 me njërin, 2-3 me tjetrin, edhe ata i zuri turpi, edhe pastaj edhe një 2 vete të tjerë. Pastaj me kështu në Instagram, domethënë kur ata njerëz që komentojnë, domethënë më thonë, më ka pas dërguar për shembull një gocë që kishte cikletë të diltë, ka dërguar një letër dhe unë e kam lexuar letrën edhe kam bërë muhabet me veten time në atë kohë, domethënë duke lexuar letrën e asaj, duke munduar që çfarë. Po. Gjëra domethënë surreale kur i mendon tash domethënë kështu. Jo. Janë eksperjenca të gjitha. Po, kurse te grupi Lolita pastaj një nga administratorët e grupit Lolita kishte parë një nga këto monologët që unë kisha bërë, është ajo ku kemi mbetur atë diçka e tij për emigracionin e një gjë tjetër. Edhe kishte shpërndarë, kishte pëlqyer shumë. Për këtë arsye më fton një herë nga ato space-at që ata bënin domethënë dhe që atëherë gjysmë rregullt atje domethënë më ftojnë her pas here për të folur. U lidhën me këta, më futën në grupin e tyre, më pranuan, e kupton, më lidhen me njerëz e tjerë, edhe e ftuara e parë që del Alisa Bravo, që është një gazetare nga Tirana, po që ushtron profesionin në Kosovë, domethënë. Në atë kohë sa doli dhe Riverside, platforma ku jemi tani, domethënë, që ofronte pas një lloj budalli, jo futun Zoom, shkakoje, bëje këto procesimet live është zero, domethënë, më kushtojnë shumë kohë, domethënë. Sa kishte dalë thash do ta provojmë. Direkt do ta provojmë domethënë si del. Edhe vajti mirë, u pëlqye, u prit mirë domethënë, duke edhe në angazhim, edhe në shifra etj, thash që do mundohem që ta mbaj kështu. Edhe ashtu filloi kësaj. Bëra një 2.
Pikërisht, unë bëra thjesht 2 të tjerë që kam bërë me Z, edhe jam munduar pastaj që çdo tjetër që është vetëm Z, e kam bërë ose në Twitter Space, që është ajo le të themi rubrika hapësirë publike, ose ajo tjetra për shkakun që s'ka shumë episode as pak trendi që janë gjëra kështu të vogla dhe jo shumë të rëndësishme, domethënë. Deri tani plako ka ecur goxha mirë. Pa ta një kulm që nuk e di, domethënë atje tek nga episodi me Enea që vajte diku tek 6 domethënë që pati një lart fare në moment, domethënë po është Enea. Shpër Enea e di pse ishte më e çuditshme nga të gjitha. Se nga ana teknike ai është episodi më i keq i mund. Ai ndërprerje zëri me vonesë, domethënë çdo lloj gjë tjetër, po si duket interesi ishte aty dhe eci shumë mirë për pak një kohë. Nga vështirësia del normalisht. Po që e si biznesi u ngrit, u ul prapë derisa të gjej atë trajektoren e vet, domethënë, po që deri tani është mirë, më pëlqen se komuniteti i vogël goxha i vogël që kam krijuar, domethënë është vërtet fillojmë bëjmë debate me njerëz në DM, do jo po pse e the ti kështu, po ti pse e the kështu. Edhe mua ajo më kënaq plak, se unë nuk dua të jem unë sakt, unë thjesht dua të debatoj se ta di se çfarë është. Dua thjesht ta marrin vesh atë. Jo, më kënaq më shumë kur më thon jeni të mëdhenj, jeni kështu është. Po. Po të mëdhenj mos e kanë për mburin. Po në moshë. Ja më në moshë e kemi mbaruar fare. Pse apo në moshë kemi mbaruar fare, po ti si sa je? Ti çfarë? 32. Sa je vërtet? 38. Mirë, ja me 5 ditë ka po. Po i bëja atë domethënë. Po mirë. Të mëdhenj në moshë. Edhe si e për të bësi ata. Me vite lepur jemi goxha lart, kështu që nuk krahasohemi. Ndryshimi 10 vite ç'a janë, por asnjë brez nuk quhet ç'a. Quhet i brez, jo, si. Në fakt brezat kështu me 10 që janë si quhet ky brez i ri për shembull. Ku ti thuhet brez i ri? Me 10 që të rinj, ku dëgjon? Po mirë të rinj. Ata që si janë ne. E ke thënë që këta brezat e rinj janë gjithmonë kështu, sa domethënë ka qenë kur ishim ne të rinj, ne ishim brez i ri që ishim më budallënt, ku diu më të trashët, më si cila fjalë i bie tash se. Po. Çyryk. Pastaj kur u ritëm ne që u bëm 20-30, pastaj ishte brezi poshtë nes që këta janë shumë keq o plak. Po ashtu vjen ndërmira nga vetja. Po çdo brez ka menduar që brezi që vjen është më budalla se sa im përpara. E ke parasysh çdo brez i ri pastaj mendon që çdo gjë do përmbyset. E ke parasysh si me të gjitha. Budalla. Aman. Kleta tonë. Këta brezeri janë keq, janë shumë keq ta brezeri. Tashi, nga njerëzit tani tek nga Instagrami, jo nga Instagrami, nga grupet, nga grupi në WhatsApp-it, domethënë që kemi grupe, kemi mbledhur pyet Petsori prap. Kemi bërë po, do përgjigjet e lejueshme do të jenë të shpejta dhe mund të përgjigjesh ose vetja, ose Andi, ose Enea. Këto 3 përgjigje mund të japësh. Ua. Okej. Pa hajde. Cili është më shumë për tac? Vetja. Si bën tash. Pa ashtu është vërtet. Cili e merr nismën për më shumë regjistrime? Të besoj Andi. Cili anullon më shumë regjistrime? Besoj unë. Cili tërheq? Ti je po si dhe si Jezusi tash, po i merr gjitha mëkatet mbi veten. Cili tërheq më shumë dëgjues? Po tash shiko, podcasti është një institucion më vetë. Po pse nuk thoj dot një emër? Jo po tu kseri si me gojën. Enea, ti të ka shpërthyer ty. Po. Cili bën më shumë reklam? Ku kemi reklam ne, çfarë reklam? Por cili bën më aq ta keni valla. Po asnjë, s'kemi, është mos s'kemi fare. Mirë. Kur të kemi do bëjmë të trenjtoj pastaj se leku tash. Po, leku. Cili beson më shumë në Zot? Enea. Cili gjen më shumë tema për të folur? Të tregje më. Nuk kushtë mundet. Kur ti je aftë, nuk është e kemi kështu. Po. Cili do më shumë Saliu? Enea. Apo besoj se Enea po.
Cilë lidhje do e bëj Shqipërinë? Çfarë ishte? Kush do e bëj Shqipërinë valla? Kush do të bëjë nga të drejtë Shqipërinë? Po kur të ikim në emigracion do ta vëmë me pen nga po asnjëri do e bëj, Shqipëria njësoj do ngjelet gjithmonë nuk. Cili do e fiton të Big Brother? Sa pritse e bëra shumë të trishtë këtë Shqipëria do. Bëre, na gropose fare me këtë do bëhet asnjëherë. Hajde, okay. Ju pafshim. Jo se do bëhet, po që do ngelet siç është. Ne ma nëse kot mos i futemi. Zot. Cili do e fiton të Big Brother? Andi bese. Edhe funit cili ti pëlqej më shumë misrat e pjekur? Misrat e pjekur. Mua jo. Po nuk e kemi, se kemi folur ndonjëherë që hajde të mblidhemi të diskutojmë çik për misrat e pjekur, kush e ka. Po duhet t'i njohësh tash, duhet t'i njohësh the man in struggle. Duhet ta njohësh baterinë tënde më, ja, urdhë, duhet ta njohësh baterinë tënde. Po do ta flasim se në fakt pastaj kam edhe regjistrim me çuna që do bëjmë podcastin e parë të sezonit. Se kemi ndërë sezonin tash ju? Sezon e zhytja kot nga që kishim kaq kohë pa bërë dhe tash miq do fillojmë quhet sezoni i ri. Ja marr. Nuk është ishte me pushime keni munguar keq fare, na keni bezdicur. Më po vape madhe tash nuk. A marrë për ide se nuk do ngresh tas me miell. Podcast do bëj. Po mirë, po tash njeriu kishim nevojë për një shkëputje, për një donim hapësirë nga njëri tjetri. Po donim. Bes, po ça të bezdis të kohët e fundit, si e ndjen vetë? Sigaria më bezdis keq fare, na mbyte me atë. Ja, më buri dhe. E shikon çfarë humori bëra, shumë lashtë, ha? Si Adriano Celentano në kohë të vet. Ti ta kuptoj çfarë cigare no? Pa kohë, po bëjmë në fakt një vit e ca 2 vite. E kam pas më përpara kam pas ndes një 2 herë kështu, po rrugës e kam bërë e kam shpeshtuar një çik tash domethënë si e kam bër më shumë si ves kur jam në podcast se ditës ajo është. Nuk është se e kam të rregullt, e kupton? Ne ma i vesi ai është që është më shumë si shtyje kohe se sa pikërisht pirje. Po që atë e ke filluar kur të bëhet ves, aty e ke ngrënë peshkun e Jezusit. Po. Ai është peshku i djallit, të Luciferit. Po. Gjithë ato të këqijat i ha djallit. Po tash mos njëri tjetri melkën do ma marr thaj. Jo, njëri duhet ta marrë po. Po mirë, një 10 vjeçar duhet ta pish cigarin që të sëmurësh që jo, pretendoj ta heq fare, kështu në të ardhmen e afërt, thënë drejtën. Unë kam një 4 vite që e kam lënë dhe jam. Si e ndje veten? Shumë mirë. Nuk e ndje veten gay? Jo, gay e ndjej kur shkoj me meshkuj, zakonisht. Një nga cigaria. Kurse nga cigaria kam ndjerë. Jo, jam ndjerë mirë kur e lash cigaren. E ndjeja që kur një gjithja shkallë që s'më mere i fryma. E jo, se në atë grad nuk jemi. Pa të do shkosh, pa merak, që keti. Në podcastin tjetër që do flasim bashk. Okej, mami, në redi. Jo, po duhet të thënë sa gjë. Po sa na thuash në një gjë nga bërëqësia shqiptare. Çfarë do bëjmë në një muhabet? Do qajmë në një hall, do rregullojmë në një gjë. Pe ti e nisi çparja futem me tolla, s've Shqipëria thash. E un kot tash çat pyes. Jo, mos po s'bëhet se po ikin të gjithë, s'kan ngelur me njëri. Më kanë ngelur po që po të ikin në azut kam, ta që kanë nisur për të ikur do ikin. Po është puna që është shumë e fuqishme politika, domethënë imagjinoj hapën podcastin me Bashën. Domethënë kur ndodhin këto gjëra e kupton se sa jo i paaftër, por se sa nuk ke asnjë lloj mundësie për të bërë ndonjë ndryshim. Nuk është se jemi përpikur dhe shumë tash le ta themi atë që është, por që ajo është. Po, ore, tash perceptimi i publikut, se po flasim kështu i popullit më mirë, perceptimi i sovranit dihet që këtë X person marrin Bashën me që është shumë i momentit, nuk e do plak, domethënë nuk ka njeri që e do atë, nuk e do as partia e vet. Domethënë është shumë e qartë që ai njeri nuk duhet të ishte atje ku është.
E bes, po nuk e Ose, mendon kupton. për zotin që ne kemi ngecur në çik në këtë mentalitetin komunist, domethënë shiko, ana e ke që duhet edhe ta kuptojmë politikanin deri diku. Politikani nga që është figurë publike, është e thjeshtë i biesh, është shumë e thjeshtë i biesh valla. Ke parasysh? Se është aty, domethënë ja tregon me gish direkt, ja vë fajin Po i bie, direkt. edhe nuk është se i bie njeriu, se kush i bie kujt? Kujt i se e shave diku në një emision apo nuk është e rënë ose aty nuk i ndikon fare, nuk Pra i atë po flas fare. them unë, pra atë po them valla, për opinionin e atë siç flasin njerëzit, për atë lloj rënie po Ose them, se si ishin bie edhe njëri këta- e dim. Se mbajmë para ca kohësh edhe këta të se dhe ke pasur të ftuar ti atë Arlindin Çorin. Po. Që dolën i thoshin atij Arben Ahmeta e tajdut aty para parlamentit. Po ja i the. Ja i the. Ku është Arben Ahmeta i sot? Nuk e dim. Nuk e dim. Thonë që e kanë Po, vëzhguar diku, po që Po shijon jetën ande nga është. tash ka punuar për atë ditë tash, mos u bëj kështu ti. Mirë. Jo, edhe ata mirë bën që dalin ore që i thoshin ajdut se duket sikur bëjmë kritikë i madh i këtyre gjërave kot po. Gjithsesi nuk ka një lëvizje që të jetë një çik më egër, ku diun, duhet një çik vrullë dhe një çik aksion. Ka do dalë atë deri klapa e ka thënë. Te Çiko tash. Aha. Do më thënë, përveç këtyre jo me Sorosin jo çfarë këto, që pak a shumë të gjithë kanë qenë çik të futur se do po more me politika po me këto gjëra do të bjerë rada të jesh pjesë e shoqërisë të hapur apo domethënë se duhet për të gjithë kjo ky me Soron ai me Sorosin. Sorosi është shumë prezent kudo, kështu që do të bjerë rada të jesh. Po gjithsesi un kam qenë në një 2 a 3 nga ato protestat e Adriatikut. Se kështu quhen tash protestat e Adriatikut. Të tikut. Të tikut edhe ishin shumë të dobta plak, domethënë ishin kështu kur u rit çmimi i bukës dhe i naftës, ishin domethënë dilte ky ose përfaqësuesit e protestës, donë të jetë nafta e shtrenjtë, jo ju pëlqen buka e shtrenjtë, jo. Edhe ikin pastaj. Unë të me thënë drejt, bes, edhe nuk e fshej se e kam thënë dhe herë të tjera dhe hapur edhe në podcast, po edhe rreth miqësor. Domethënë mua si karakter ai më pëlqen. Nga ana pragmatiste, domethënë kur e shikon si Më pëlqen më shumë ai se kështu. Kur po ta analizosh gjithë situatën si një ekuacion, domethënë, edhe le të themi siç është vendi bëhet dhe kuvendi, domethënë, edhe në qoftë se do kishte një lloj mënyre si do funksiononte me atë lloj mënyre, por se duan njerëzit një çik atë fërkimin mbas shpatllave, domethënë që se keti fajin, po e kanë këta fajin, e ke parasysh etj. Deri diku funksionon ai populizmi. Po tani ja ta shikojmë se e ka thënë që do filloj tash, kur të fillojnë në tetor, në nëntor kur e ka lënë. Ai populizmi funksionon në TikTok që i shpërndajnë videot dhe ja shikoj sa i matë shkruaj dhe sa bukur fletë dhe se flet bukur në studiot e televizioneve ku shkon, po njerëzit nuk duan, domethënë duket sikur duan atë gjën që është një njerëz që thot sa të vërtetë ai gjasme, po në të vërtetë njerëzit duan një lider tamam, tash ai strategjia Trumpi ashtu fitoi, se është një çik egzagerim idiot, po që Trumpi nuk ishte populist, Trumpi ishte o zemra, Trumpi thoshte gjëra që dijeshin, që nuk i thoshte njëri, po që dijeshin që ishin të mirë qenë, që nuk i donte asnjëri. Ashtu fitoi. Po, dakor, po ama e kishte këtë të liderit që i priste gjërat me thike dhe atë që donte ai ajo bëhej. Pavarësisht se mund të ishte idiotësi apo gomarllëk apo gabim, atë që donte ai bëhej ajo dhe e bënte. Edhe njerëzit ndiqen shumë këtë shikon liderin, ky që bën gjëra, kurse Adriatiku me çfarë tash që ka filluar po del tani. E pyetën në një nga ato intervista që si do t'i gjesh lekët edhe mbështetjen financiare apo për të zhvilluar këtë lëvizjen. Edhe ky ishte me idenë që ne do mbështetemi nga njerëzit me këto donacione, me kështu me GoFundMe, për mua tregon dobësi kjo gjë, domethënë nuk është lider ai që thotë më jepni ca lekë tash që të mbështetem unë te ju. Pavarësisht ai i ka gjetur lekët në Astorosi, po le të tash. Po gjithsesi kështu si perceptim mua merr si njëri i dobët ky që thotë që më jepni lekë ju që të bëjmë televizionin tonë që të lëvizim ne. Po plak çfarë mendimi ke ti për Sorosin? E parafare si Soros si individ vet, por edhe si sorosizëm si gjë. Po si individ. Ku diun ose domethënë gjithmonë ai shikohet kështu si përbindesh, po tash po tulesh ndoshta në tavolinë me atë të bësh muhabet, ndoshta ai mund të mendojë që e ka mirë, ai po e bën për të mirën
e planetit. Atë se vë në dyshim mund që ai nga vetja e mendon se e ka mirë, po ideja është Po pra, nuk do të thënë automatikisht që ai ka drejt. plus që shiko, do të thonë ai është kjo shoqëria e hapur është aq e fuqizuar dhe është aq e përhapur, i ka tentakulat aq të futura thellë në të gjitha hallkat e qeverisë dhe të çdo institucioni, sa që tash ajo funksionon vetë, domethënë edhe njerëzit që futen atje, domethënë se thuhet Sorosi, po edhe njerëzit që janë atje tash njerëz janë, kanë edhe ata mendimet e veta, funksionojnë edhe ata në shoqëri, domethënë nuk mund të thuash që e ka fajin Sorosi dhe kaq. Po mirë, po ideja është se po ta marrësh trash për shkakun me siç i diskutojnë këta jo për në TikTok, jo për në emisione që të tjera domethënë. Është e ndjeshme me amënia domethënë që ajo çfarë ai do të implementojë është një neosocializëm, është një lloj komunizmi domethënë me këtë fasadën liberale domethënë jo LGBT, jo AUiu, por që e ke parasysh të implementohen merret prona nga shteti, të shpërndahen këto gjërat e tjera, domethënë kjo ne kemi ngrënë një peshkun e Luciferit nga ana. Jo, puna është që tash ata kanë dalë hapur, domethënë në 2030-ën, domethënë e gjen të shkruar të zezë mbi të bardhë planin e 2030-s të këtyre që është që ne nuk do kemi asgjë, po do jemi të lumtur. Kjo është kryefjala e të ardhmes. Po si duket kjo? Po si do më duket, do mendo nuk do kemi asgjë. Po do jemi të lumtur. Domethënë ne do jemi thjesht në dorën e këtyre për çdo gjë. Sklever. Po normal. Si punë, prandaj edhe po bëhen këto, jo po bie euro, ja bie dollari, ne mburemi u ngrit leku. Nuk ngrit leku e plak, po luftojnë këto euro, dollar që janë këto valutat më të forta që të hiqet leku komplet nga tregu, se po hoq leku nga fizik, pastaj jem me kështu me të shtypur butonit të fik derën ai, siç i bëri Trudoja atyre të si u thon atyre truck drivers të maunëve, shoferë. Si thoni ju në Shqipëri këtyre, shoferët këtyre. Shofer maune, shofer. Domethënë ata kshu i luftuan. Një moment ai domethënë zgjati protesta ai shumë sa që ata i fikën këto llogarit bankare atyre. Po ato GoFundMe të gjëra. Shumë e madhe. Po tash mendo ti mos kesh asnjë lek në dorë, të varesh vetëm nga karta që ke në xhep. Edhe ai një moment ta fik po të doj, edhe po ideja se shumë njerëz e marrin shumë thjesht këtë burë, kupton? E marrin si gjë që po do bëhet, pse ta luftojnë? Do bëhet, pse të vijmë unë kundër ku mund të jenë pjesë e sistemit. Po, këtu ky është problemi. Lezimet doli si sistemi. Po, edhe dihet që do ndodhë kjo gjë, po të paktën të ndodh me ta din njerëzit që po ndodh edhe pse po ndodhte. Kur e din, ndoshta në një të ardhme një çik më tej mund të ketë edhe një farë reagimi më të fortë, se sa thjesht jeni dakord ju me ngritjen e çmimeve. Jo, si këto protestat që ndodhin kur vriten ose kur dënohen gratë që dalin gratë në protesta. Për mendimin tim është gjëja më idiote, si kur dhunohet një protestojnë kundër dhunës, domethënë dhuna është fenomen që është si të protestosh kundër shiut, ku diun, domethënë ajo ekziston si fenomen. Por jo vetëm që është si fenomen, por unë mendoj se ka arsye për të demonstruar kundër dhunës, sepse ta parashikon ligji plak, është e dënueshme. Ti mos protesto kundër dhunës, ti protesto të vihet ligji në vend, të vihet rendi. Po bëj protestë. Në momentin kur bëhet gjyqi, për shembull, del aty para gjykatës, edhe ose të jepet dënimi maksimal atij robit, ose jeni 2000 veta aty që keni dalë në protestë. Mere kape vara aty veta, ku duhet më jemi që ai reagim, jo të dash me tabela unë e urej dhunë, se nuk është. Mua më duket mbase, shiko, shumë njerëz mendojnë që kjo funksionon, por nuk mendoj, vërtet nuk mendoj se funksionon, se është iracionale, burr tash ti po i del, një po i vërtet një burr ai i shketi po shet fara, aty thoi jo, po ti e qaj mbylqeni, meshkujt janë kafsh. Shiko, kjo. Po çat bona më se dalin një negative pastaj. Jo, kjo funksionon, po funksionon vetëm për ata që dalin, se ju duket që ja dolën me tash edhe e bën diçka për shoqërinë apo për. Është trisht o burr, është trisht. E kupton tani sa mos respekt do të kesh për veten që do t'ia thosh dikush që kush është ai që duhet të di që mos e rrif gruan se është keq, plak, e kupton? Po mirë, me sa duket ka dhe ata që bebino tash i thonë. Po se marrim merr arën e kundër, pse ai që po rref gruan shkojta që nga keq.
sa budalla pas kam qenë, un kam kaq kohë kam bërë të shkretën cop. Ignorant. Por ju ku pas keni qenë? Se ja mora shpirtin për Thjesht merren telefonet dhe thuaja që shikoj se kështu. Është absurditet të burr. Ata duhet të vihet presion atyre që paguhen për atë punë, gjykata, prokuror, policia, domethënë atyre duhet i bëhet presioni gjithkohë, se ata po marrin me lekë para fare, se me nga taksat paguhen gjithë ata. Ata i kanë në dorë, literalisht i kanë në dorë. Literalisht. Mirë, shiko, e ke, në qoftë se tani me aq histori sa Dino Bes, e kupton, kur i ka vajtur njeriu atje ku si mban më, domethënë nuk ka pasur asnjë lloj pushteti që e mban dot, e kupton. Edhe kjo World Economic të 2030 prandaj do funksionohet, do implementohet, do bëhet një ca vite e pastaj do fillojnë të ngrihen gjithë. Puna është këtë strategjinë që kanë ndjekur tash po duken që goxha funksionale, se e kanë çuar njerëzimin në limite dhe prap s'është ka ndodhur ndonjë gjë, domethënë merre që nga pandemia. Po se kanë çuar në limite. Po kjo pandemia ishte shumë, jo, kjo për mua kjo pandemia ishte shumë kufi ekstreme plak, domethënë. Për ty. O ishte tallje kjo kështu domethënë për komplet njerëzimin. Po ishte për ty edhe për mua. Po ishte edhe për ty edhe për mua. Po për asaj njerëz që kanë puna të shpifura që filluan të merrin për shembull marrim rastin këtu, mbase Shqipëria është pak më ndryshe, është më le të themi më i brish si realitet. Po këtu ku ka qenë më të bukur plaku, po punoj një muaj të tërë, do merrje sa do merrje, tani nis punon fare, do marr 60-70% asaj. Best fucking life ever. Po mirë, pa ata që i pushuan se nuk donin të bënin vaksinën apo donin të mbanin maska, po domethënë që është puna implementimi i rregullave sipas shefit, se gjithmonë kur ka krizë futen rregullat e reja. Në momentin po individi ta bëri dhe atë më valla. Po normal ja. Po prandaj po them, domethënë kur ti fut, domethënë ky Ramanzori tanqet në rrugë atëherë, domethënë ka idiotizëm të madh, domethënë me justifikimin e krizës, e pandemisë, nxori tanqet në rrugë, domethënë atëherë edhe nuk reagoi njeriu, pati, kështu që atëherë mjafton të shpikësh një krizë të re, edhe shpikë edhe rregullat e reja, është shumë e thjeshtë gjë, edhe funksionoi. Pandemia tregoi shumë kollaj këtë gjë. Po tregon sepse nuk ajo unë mendoj se ishte një provë më shumë se sa ishte. Ata të thjesht futën këmbën, pan ujrat një që reagojnë, nuk reagojnë. Po ma mendja se nuk edhe ai shpejt, se nuk jam aq pesimist për sa i përket njerëzimit. Nuk më mendoj se do harohet ai shpejt, domethënë sepse po ta marrësh vesh era kriza e fundit që kemi pas. Jo, po ta marr nga ana që qendresa ishte aty, kishte ata dhe shumë që u bën martir në kuptimin figurativ të fjalës, domethënë për sa i përket platformave të veta, por në një kohë nga që mjetet i kemi në një kohë shumë reale, për shembull dhanë edhe shembuj të kujtën të gripit spanjoll etj filloi, domethënë kishte pushback edhe deri tani, pavarësisht se nuk i nxjerr asnjë lloj lajmi, ka shumë që janë duke dhënë kështu deposition akoma në gjykata europiane në Amerikë etj që akoma sa kësaj dite. Pavarësisht se mediat janë të shitura edhe nuk i transmetojnë. E ke parasysh, transmetoi kur arrestohej Trumpi para syve. Kjo është loja e pushtetit. Jo, me se mediat janë edhe çik kështu si vjen vala dhe shohin se çfarë shitet më shumë. Shumë nga mediat që duket sikur janë të shitura janë thjesht transmetojnë atë gjë që mendojnë se marrin më shumë klikime. Nuk është të ngelen që hajde blem të gjitha mediat që ekzistojnë. Për shembull to amerikanë që janë CNN, MSNBC, këto edhe Foxi, bravo janë në të njëjtës kontinente pastaj. Po është i njëjtit konglomerat pra. E kupton? I njëjti person ose i njëjti entitet, se person thonë se ai filani, komshia imi ka terë. Po që është një entitet, domethënë që i zotëron atë më të mëdha, kështu që plako është më vështirë për mos ta besuar. Plus ai shumë gjëra siç e përmendëm ti me pandeminë, ai shumë gjëra janë vërtetuara, ai shumë budalliqe nga ato teorit konspirative. Po nuk ka patur asnjë reagim. Po se si ka dhëmbur njeriu drejt për drejt pra. E ke parasysh sepse çfarë ti thon më drejt për drejt aty janë tash. Nga kush presin të dalë të thotë presidenti vet i Amerikës apo ç'a? Po sepse kemi fajin edhe një çik vetë bes si njerëz tani, shikoj se nëse njeriu pushua se nuk bëri vaksinën, po të kishe ndjenjë të komunitetit. Po ta doje ata që me të cilin ti punoje etj domethënë, e ti do kishe lënë punën valla, siç ishin gjithë, çfarë ishin aty do ta kishin lënë punën në shenjë proteste. Edhe i shifje ti do ta pushonte apo jo. Po e kemi futur në një zymtësi domethënë që kemi vrarë komunitetin fare. Domethënë që nuk e di, siç e thoshte Andi, ti marrësh ti dërgos mesazh përpara se ti marrësh telefonin, se të hapi telefonin. Edhe është gjithë secili për vete dhe nuk e ndjen veten të prekur derisa të vi ai balozi i zitë dera vet.
Po mirë, po një nga këto pikat e këtyre e atyre janë ata, domethënë kjo është domethënë përçarja dhe përçarja sundo, domethënë disa njerëz janë të përçarë, taktika më funksionale, më e vjetër, domethënë unë si kuptoj, këto trash mund të jemi një si njerëz si popull vetë valla. E kuptoj që është dokumentuar në shumë histori, episode, libra. Po tash se kur të luftojnë gjithkohë, të lënë ignorantë dhe të lënë në errësirë të fakteve të kulturës edhe të diturisë normale që do të lënë të varfër, çfarë do bësh? Qa do bësh e zeza? Unë prapë mendoj që po ti po justifikohen më shumë se ç'dua. Se siç po të kritikoj këto lëvizjet e vogla përpara, unë kam dëshirë shumë të kritikoj individin. Po plak, unë vërtet mendoj që fajin e kemi ne. Domethënë gjithmonë nis nga ajo, sepse shohore dituria, ka thënë Sokrati, duhet kërkuar valla, edhe do ta kërkosh çik burr, e kupton? Do ta kërkosh, ta gjesh, ta provosh, të bësh gabim apo tjetër. Tani nuk mund të serviresh çdo gjë në pjatë. Si ja, kjo që u servire pam ne këta që dimi me 3 maska. E ke parasysh, që servira atyre edhe. Po. Ato gjendje vete. Në atë gjendje vete, do të pyesi. Unë jam duke pritur hapin e radhës tash, kush do jetë goditja e radhës, se normal që duhet të jetë diçka mbi atë pandeminë, duhet të jetë një gjë më lart edhe më fortë se ajo. Po më një para përgatitjen e keti, para përgatitja është lufta në Ukrainë, domethënë një nga luftat më idiote që mund të ketë ekzistuar ndonjëherë në historinë e luftrave, përveç atyre me në Australi që kishin luftë me ata zogjt. Kjo është unë kam përshtypjen se do jetë domethënë kjo para përgatitja e alienëve më duket çike e çuditshme. Si ma dole, se po diskutojmë ishim për bira me kolegët e punës diet, domethënë po këta janë gjithë leftist, janë fucked up, domethënë janë shumë stresues për të që. O plak. Sa fani ishte tash ajo në Meksik. Come on, Dani. Ajo ishte si ato i movie Aliens i 96, si 97. Ai Home, si ishte gjithat me lampa. Po bra, ishte shumë patetike, bukaq të vegjël aty, ishte fiks. Mendon se e kanë bërë vetë ata plak. Pa, ky tipi ishte kështu që ishte dalë një 2-3 herë të tjera ndër vite që pretendonte se kishte gjetur kështu gjurmë aliene dhe kështu dhe e kishin nxjerrë që ishte mashtrues. Po kësaj radhe kishte hyrë në atë drejtorinë e Meksikës të këtyre gjërave. Ideja është që një nga këto profesorët e NASA-s po thoshte që zakonisht kur janë, siç e bëjmë edhe ne ta kur marrim kështu samples nga jashtë, nga planetet e tjera, për shembull i bëjmë dituri publike, japim analiza publike, kurse ata s'kan bërë asnjë gjë publike. Ashtu vërtetohet që ti duhet ta ndash me disa nga laboratorët MNZ të botës, edhe kur nëse të gjitha analizat përputhen me njëra tjetrën, domethënë secili nga laboratorët ka të njëjtat konkluzione, atëherë vërtetohet që është. Po gjithsesi, nuk është puna vetëm e kjo e Meksikës, po kudo, domethënë është shtuar shumë kjo punë e alienëve dhe nga është shumë patetike ajo sa i thoshte, kemi 2 specimente dhe mendojmë se njëri ka vezë. O plak qa vezë më. Ajo ishte kështu si terrakota, si gjë me bal, qa vezë atje. Ja mirë, pa edhe vezët e thara ishin, ishin si punë e këtyre vezëve që futhin tashin në inkubator ku i futhin ato vezët, se ç'është ai muhabeti që bëjnë. S'dim gjën ato ne me fusim këto. Se ç'është më një procedurë që bën që i ngrin vezët ose çfarë bëjnë një gjë. Po si Bleona Qereti, po. E mos e bëjnë një kështu. Tash Bleona është bërë kështu ikona e ngrirjes së vezëve. Po. Ngrini vezët. Një mesazh. Do të thotë ata kanë bërë, kanë ngrirë vezët, ngrinë edhe vet aty në. Ngrinë edhe e lëshuan çik dorën, iku. Po që shiko, nuk është çudit të dalin në një moment të thonë që po na pushtojnë alienët edhe të nxjerrin tanqet, pra del Rama nxjerr tanqet se po na vin alienët. Pra shumë më shumë se viruset tash besoj se alienët janë përmbi që nuk ke çfarë bën. Po ndonjëherë kur kaloj dhe unë pesimizmin tim se më mirë bieri ndonjëherë, valla inshallah po bashkohemi, inshallah po bëjnë ai gjë. Ore ti bien vërtet shumë mirë se të shohim edhe një çik, të shikojmë çik botë me sy edhe ne tash. Po. Se kanë lezet kur shikon gjëra kështu që nuk ndodh shpesh në historinë e njerëzimit të shikosh alieni që zbresin edhe na sulmojnë apo. Po ata që kanë eksperjenca që i kanë marrë peng për shembull. Pse janë gjithmonë ata që merren peng nga alienët, ata që s'duan të merren peng, kurse ata që duan të merren peng nuk merren asnjëherë peng. Pse kush do të merret peng? Nga alienët mund të ketë nërda pafund, pra që duan të takojnë, duan të flasin për shembull. Po
Po unë po të isha alien, për shembull, do më japin, më ngriti UFO lopën, tha ai, edhe kur më solli ishte hapur e qepur. Po plako, po të isha alien, do merret dikë që do të takoj, jo gjë që s'do të takoj. Po se ata e kishin marrë lopën, e kishin hapur dhe e kishin qepur prapë. Po pra po. Si mes merren alienët, rinë qepin lopë, po. Qepi lopët e botës, si vjen turp. Gjej një punë apo shko punuar te planetin tonë ku je, ri qep lopë tash shikot. Edhe i bie që ti lopa qepës, jo roba qepës. Po, s'te kështu ata që thonë që më rëmbyen alienët edhe më bën një probë anale. Kjo është klasike. Kjo është frikë e madhe. Kjo e ka rënjën, e kam përshtypjen se është rënja e homofobisë, kanë frikë nga homoseksualiteti i tyre. Homofobisë, jo. Më bën probë anale. Ose janë ata që janë deep in the closet për shkakun edhe duan të justifikojnë veten. Edhe tash çfarë të bëj unë, me morën alienët ma e bën ata probën e parë, tash unë i hyra asaj rruge, le ta vazhdojmë. Tash jemi varur, tash më duhet për të ndjetuar. Po shiko, mua për këtë punë alienëve më duket shumë domethënë më besueshmja ai e Stephen Hawking, më duket që ai kishte frikë nga alienët për arsyeën se thoshte që ata janë aq shumë të zhvilluar saqë nuk i ha fare për njerëzimin. Është puna siç jemi ne me milingonat. Që ne nuk na plas fare për milingonat, i vrasim kështu thjesht shikon një folë milingonash i vë zjarrin apo i vet që nuk i interesojnë fare nuk i konsideron fare si jemi një çik budallën vetne. E kupton? Se ne kemi vënë jemi çik të trash vetë po. Jemi një çik të trash vetë se ta kanë dërguar, ke parasysh ato informacione që kanë dërguar ata me rreth humanitetit, me një muzikë shumë, me një gjë çka kanë dërguar kështu si satelit. Tash imagjino ti jeni ata aq të zhvilluar nga ana teknologjike, edhe vinë në tokë edhe na gjejnë ne kështu me pistoleta, ku diun. Me gobure. Nuk ekziston fare për ata ajo gjë, domethënë është qesharake, kështu që mund të na pikin me. Përveç asaj, e kupton tani, çfarë bëjnë ata? Dërgojnë informacion me shpresën se dikush do i kontaktoj. Për mirë. Po. Po këta janë njerëzit e mirë që kanë bërë. Ata janë shkencëtarë që duan të edhe harrojnë ISIS edhe 90% të tjerë të botës që therrin njëri tjetrin. Po sigurisht janë ata si puna jonë valla. Një të ardha Po normale po, pse? Të fshin komplet, i bën reset. Po ti ishin rrobat të sakta ata nuk qepnin lopa. Që mbi qeni si duhen parë të gjëra. Çati best. Besoni se ka plak? Po tash është normale të ketë, përderisa jemi ne, domethënë thjesht për mua kjo më bën, që përderisa jemi ne, normale që të ketë të tjerë, nuk është ndonjë. Okej. Domethënë po mirë. Në një pafundësi planetesh. Atëherë se do dolën në shteg. Me që i thuaj që ka pse kur jemi ne mund të ketë ashtu. Po kur jemi ne pse mos jetë Zoti? Por Zoti edhe mund të jetë. Po nuk domethënë është unë jam goxha i bindur që Zoti nuk është ai Zoti që mendojmë ne që është, domethënë. Po nuk normalisht është ai që mendojmë ne. Është shumë ide njerëzore kjo, që është ai robi në qell apo që kur je i keq shkon digjesh në zjarr apo janë të mërcish njerëzore, janë bazike kështu në nivele. Po nga ana filozofike bën kuptim. Po ti marrësh gjitha në mënyrë figurative bën kuptim të gjitha ato. Po mirë, po këtë anën filozofike më shumë ja kemi dhënë ne duke u zhvilluar si shoqëri se sa. Po ne kemi bërë dhe tekstin, ne kemi bërë dhe religionin dhe fen, ne kemi bërë gjitha. Po pra, domethënë tingëllon shumë njerëzore ti gjë, domethënë më duket shumë ose që nga koncepti fere dhe parajs, domethënë parajsa është një vend si toka me pemë, me kafsh, kështu. Po është më e bukur akoma. Çfarë është ajo gjëja që është për aperitive për ty, e kupton? Për ca janë 72 virgjeresa, për ca të tjera ku dëgjon një lumë vere apo diçka e tillë. Po ne me virgjeresha, pastaj këta kjo punë virgjereshave nuk e di si e perceptojnë këta. Po se dia ku është shkruar është e shkruar vetëm në Kur'an, është e shkruar për se ndajnë këto gjëra pastaj. Unë mendoj se është çik si edhe klishe, nuk e di nëse është e shkruar apo vërtet, por mendoj se është diçka që thjesht ka ngelur. Pastaj si ka se kush. Po pse 72-një? Pastaj edhe nëse janë 72, këto janë virgjeresha që janë gjithmonë të virgjëra apo ç'virgjërojnë një edhe pastaj. Ça pyetje bëri ai tash, ça pyetje bëri ai tani. Po tash i shpjegoj gjëra ato e thuaj. Tash po janë virgjeresha magjike ato, ma mendja që edhe mund të ngelen. Po domethënë sot janë virgjeresha. Vjen ky tipi që ka hedhur në erë 100 veta edhe i meriton këto 72.
shkon me një nga këto vigjeresha ta them, thot në dark. Po, mund të jetë the dark side, që kjo, domethënë sa ngulet një herë, pap diskarit e marrin e heqin të, e çojnë në një vend. E vendosojmë prapë, atëherë janë 72 më shumë. E eliminojmë. Jo, ai ka në dispozicion 72. Edhe po. ose mund të jenë kështu si ajo, si Wolverine që janë kështu me efekt shërues, që kur zgjohen. Po, ide e mirë, do ta mbaj ta përdor të idenë. Ose mund të jetë si abonim vëlla, ke 72 vigjeresha në muaj. Edhe çdo muaj ri për të rihen prap. Sa i bie në ditë? Nga një çerek në ditë. Një robësi, ore, Lulzim Basha, si nga një gjysmë ditë, valla, 30 ditë ka muaj. Po ja, 72, jo. Nga një 2 gjysmë. 2 inçik. 2 inçik. Shumë, ama 2 një cop. Ai nesër. 2 një cop. 3. Po ato vigjeshat nuk kanë fare kështu vendimarrje në këtë mes. Ato thjesht ekzistojnë për të tipin. Çka ka thënë Andrew Tate ka thënë do bëj çfarë thot ai. Çka ka thënë ai? Po ti Andrew Tate Jezusi si plak. Po s'besoj se si ka dhënë peshk njeriu. Thua ti. Pa ja, Andrew Tate shumë tash sigurisht ka rënë ajo hype i madh që ju bë. Je ka rënë sa i DJ idiotë që ishte ajo për zot, si mund të merri një ditë të filloj. Unë kam përshtypjen që edhe atë punën e burgut e bëri vet. Jo, s'mama një plak. Po se ishte koto. Domethënë ishte thjesht një flusk sapuni që nuk e çoi askund nga asnjë anë. As drejtësin, as atë akuzat, as gjë, ishte kot. Po pra, jo, funksionoi atë që kishte, le të themi, establishmenti, që e bëri, ke parasysh, funksionoi plak, po ja hoqi vëmendjen e plak, tash mos ja fut kot tash. Si ja hoqi. Ja shtoi, aty kishte filluar pa i binte popularitetin. Në momentin sa doli, pastaj u fik fare, s'kishte. Që 4 ditë pasi doli lajmi në Twitter, u liruai. Një ditë të dytë, pati edhe një goditje të dytë, se tash sa do mbajo kur është si puna aty Dan Bilzerian, si kishte ai. Më mirë sa ai nuk thoshte asnjë gjë, por Dan Bilzerian thjesht dilte foto, bënte kështu. Thoshte po prap atë lloj mënyrë jetese reklamonte, edhe ai domethënë. Për mua ky ishte thjesht një si upgrade i atij, nuk ishte ndonjë. Po. Te këtu. Po që ta gjëra ishte mirë, kot më tash gjë kupton. Sa gjëra ishte mirë vërtet ai. Po gjëra shumë i lexonte në Wikipedia kot, tash nuk është. O plak, po aty shikoj realitetin pra, ku njerëzit mendojnë se janë disa gjëra që nuk shiko. Lëre e tetin, ai është psikopat, ai është i keqi. Jo, ai ishte shumë rob i Zotit, ora, ai ishte i Zotit dhe i zgjuar, se ditë të shpëtonte tamam atë që duhet të shpëtonte. Në rregull, po thënë, e shikon sa është uria për të thënë dikush që bëu ose ik në palestër, ose bëj atë, domethënë. Është uria aq e madhe vëlla. Tani uria nuk takove njëri këtë muaj, duhet të presësh bibilen. Ti nuk je më mashkull. Po. Come on, plak, e kupton, është unë mendoj se polarizimi, se shiko, kur kalon shumë nga skaji tjetër, normalisht universi, Zoti, veja imi çfarë duar do krijojë edhe anën tjetër për balancë gjithmonë. Po mirë, normale që balanca vendoset vetë, po. Po prap nga ekstremi, është puna që nga ekstremi shkon prap në ekstrem, nuk vendoset asnjëherë kështu balancë e mesme. Është si puna e kësaj kulturës woke edhe këto çfarë janë. Edhe kjo erdhi nga një ekstremitet, prap ishte ekstremi djathtë, tash i ka shkuar ekstremi majt. Se si ishte ekstremi djathtë tash e burr tani se mund ta quash ekstremi djathtë. Po i djathtë, si ishte deri në vitet 60 kishte sklever akoma, ose si ishte ekstremi djathtë, çfarë thua? Sklevëria nuk lihet drejt me parimet e djathta apo. Po pra, po nga kjo lindi nga Black Lives Matter, më the të thashë çfarë janë dëgjoj këto lëvizje majtiste janë. Po këto janë hoax valla, të gjitha këto si janë lidhje burr, kupton? Po janë hoax që kanë shfrytëzuar djathtizmin që ishte momentalisht. Se po të ishte bota në rregull nuk do funksiononin dot ato ekstremet e majta. Po ka pas një ekstrem. Mendoj se ekstremet e majta funksionojnë për arsye se kanë ato plugin në sistemin e mirë, e kupton se po ta vësh gjithë ato politikat e majta janë kështu, a nuk do të jesh njëri i mirë, a nuk do ta mbrosh ambientin, a do ti që të vdesin ata të tjerë. Ashtu fillon, po pastaj e kështu, nëse ti nuk do ta mbrosh ambientin, ti je
homofob, je racist, je të gjitha cilësitë e këqija që themi ne. Edhe je armik edhe të nxjerrin nga shoqëria, atë që nga puna të bëjnë super dëm. Se di. Unë nuk mendoj se ka qenë ai djathtë, sa e shesin. Por deri vonë homoseksualiteti konsideroj kështu, ishte sëmundje apo pse nuk është sëmundje? Po tash. Na fikën derën. Që të pushojnë nga puna se je homoseksual është çik ekstreme si gjë. Edhe normale që nëse e çik pa po ju dein çik fuqi këtyre, do kalon nga ekstremi tjetër pastaj. Po besoj se ekstrem do vi vetë që të balancohet situata, po ne atëherë do kemi cofur besoj nga. Po ne kemi mbaruar fare. Unë s'mendoj që do arrijë asnjëherë balanca, thjesht do kaloj një këtej, një andej, një këtej, një andej. Është një xhiro rrotulloje gjithkohës. Ndërsa do vinë alinë do na zhdukin fare pastaj edhe. Ajo është balanca. Trafik kemi u bë 4000 vite vjemi po shikojmë sot nesër na e çove këtu, na e çove kemi aq kohë hiç. Po qa pas keni qenë, heng shiko ka tuaja. Pa, tash, kur duan, çfarë ti bësh? Bukur, lej, dashur, bukur. Unë them ta konkludojmë këtu tani, se filluan ta po na bëjnë moral, thëmë po na mësojnë, tash. Ku të ndjekin njerëzit besë? Po, në për rrugë, le të më ndjekin. Mos ndihni rrugë. Nuk është ilegale, po le mos dëgjohet, është ilegale, ndihni rrugë. Më ndjek në njëri vërtet që pasaj të bën foto me dërgon mua DM shife Iga, unë mendoj që atë atje tek ai vend që ai vinte i binte asaj. Ja të më ndjekin në Buçi podcast. Ne kemi të vëmë linket e rrjeteve sociale, Instagrami ndjekun Besin, është si thon ka hilaritete. Po thon hilaritete. Po çfarë? Poshtë në description edhe në Spotify edhe në YouTube normalisht do jetë edhe linku i Besi Andi podcast që ju mund ta dëgjoni gjatë gjithë kohës, shkoni ndiqni çunat, kanë materiale zakonisht shumë të mirë, edhe do keni një bonus do merrni një akullore. Ky episodi për gjithë juve që po e dëgjoni në YouTube e Spotify ka dalë me 2-3 javë përpara, sepse këto normalisht dalin në fillim në Patreon, që juve mund të bëni pjesë në çdo kohë të mundshme, ja thonë të keni dëshirë. Se doni vetë ju, se po të doni e dim ne se ç'a bën. Ai mos ndeti po. Hajde, për të mira ngëzime, besun të falenderoj edhe do rishifemi e të dëgjohemi një herë të tjera. Po patjetër. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Ciao. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.